Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin maj edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëhere, ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Por kjo ka vlerë edhe për gjithë ata që kanë ascendente në shenjën e Briciapit. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Atëherë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Peshores, energjinë e shenjës së Demit dhe të Peshores përsëri, dhe kemi të bëjmë me gjitha energjitë e shenjave të horoskopit. Në fillim të javës parë, shoh që ju jepni zgjidhje çështjeve dhe situatave që keni në lidhje me dashurinë, në lidhje me një person, me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në çift, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që mund të kenë lidhje me dokumenta, në lidhje me studime të ndryshme, me çështje ligjore, unë shoh që ju do gjeni zgjidhje në lidhje me çështje dhe situata që ju keni. Dhe shoh fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Mund të jetë fillimi i një dashurie të re, mund të jetë fillimi i një shtatzanie, mund të jetë një punë e re për gjithë ata që janë në kërkim të një pune. Në rastin tjetër, janë fillime të reja në lidhje me bashkëpunime, me partneritete, në lidhje me studimet tuaja, por që janë fillime ose me trajnime të ndryshme, janë fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Por shoh edhe bollëk dhe prosperitet dhe nga ana ekonomike. Edhe pse keni kaluar një 7 vjeçar shumë të vështirë, edhe të shenjës tuaj, si gjithë shenjat e tjera të horoskopit, me hyrjen në shenjën e binjakëve, shohim që gjërat ndryshojnë. Dielli hyn në shenjën e Demit gjatë këtij muaji dhe uranin e kemi te binjakët. Gjithsesi, shoh që ju i keni të gjitha mundësitë për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Nëse ju dëshironi të hyni në një njohje të re, atëherë ju keni manifestuar në lidhje me një dashuri dhe unë shoh që ju keni realizime deri në fund të javës. Për pjesën tjetër, për gjithë ata që dëshirojnë të japin zgjidhje njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja për t'i çuar para, për të kaluar në një finalizim ose në një bashkëjetesë, në një martesë, atëherë unë shoh që ju do ta realizoni deri në fund të javës, sepse i keni të gjitha mundësitë, të gjitha elementet në lidhje me realizimet që ju dëshironi të keni gjatë javës së parë. Për pjesën tjetër, shoh që mund të keni talente brenda vetes, por që do t'i shfaqni në fund të javës parë. Ndoshta diçka që ju e keni mbajtur dhe nuk e keni shprehur më përpara, ka ardhur momenti që ju të arrini të shprehni talentet tuaja, që mund të jenë në art, mund të jenë në muzikë, mund të jenë varet ku i keni ju, në lidhje me teknologjinë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëhere, në javën e dytë kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, kemi kemi rrotën e fatit, kemi dhe kullën. Atëhere, shoh një të fshet, një sekret në fillim të javës. Ose ju mbani sekret një dashuri, një njohje, një lidhje ose diçka në lidhje me marrëdhëniet tuaja, në lidhje me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me familjen, në një rast, ose në rastin tjetër do zbuloni një sekret. Për disa të tjerë, mund të jetë një lloj strategjie që ju do përdorni
në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri ekonomik, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jenë fillime të reja në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet, në lidhje me çështje të ndryshme ligjore, por është diçka që është e mbyllur, sikur ju e mbani të fshet një situatë. Për një pjesë tjetër do përdorni një lloj strategjie në lidhje me fillime të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Dhe në fund të javës shoh që do vinë ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Mund të jetë ndryshim luku, ndryshim vendi, ndryshim pune, mund të jetë një ndryshim që mund të vinë në shtëpinë, në familjen tuaj, ose edhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por i shoh shumë fort që do jenë ndryshime të mëdha ekonomike në lidhje me ju. Gjithsesi, është një javë fantastike, edhe java e dytë, java e parë është akoma më e mirë, është më e fortë si javë, dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë kemi energjinë e shenjës së kartën e vdekjes, shenja akrepit, shenjat e ujit dhe shenjat e ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni lidhje dhe me personat të këtyre shenjave. Në fillim të javës së tretë shoh që ju pësoni një lloj transformimi. Është një transformim shpirtëror. Për pjesën tjetër, shoh ndryshime përsëri të mëdha, sepse vim nga kulla, vim te karta e vdekjes, vim nga planeti vim te planeti Plutonit, ku Plutoni bën ndryshime të mëdha, vjen për të sjellë ndryshime të mëdha, ku ju do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente. Dhe shoh që gjithçka rreth jush do ndryshoj për mirë. Në qoftë se ju keni qenë në një njohje, në një lidhje ose në një marrëdhënie që ndoshta ju ka sjell vështirësi, unë shoh që aty do ndryshojnë gjërat. Një pjesë prej jush mund t'i mbyllni këto njohje, lidhje ose marrëdhënie dhe ju presin surpriza pafund. Për pjesën tjetër mund të ndryshoni gjërat në marrëdhëniet tuaja, jo domosdoshmërisht të prishen marrëdhëniet. Në rastin tjetër mund të keni ndryshimet e vendit punës, por janë ndryshime që mund të keni pas një punë që ju sjell vështirësi, një situatë, një çështje, ose në lidhje me studimet tuaja, dhe ka ardhur momenti që ju të ndryshoni diçka aty dhe shoh që ky ndryshim do vinë në fillim të javës së tretë. Mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, varet nga çështjet dhe situatat të ndryshme që ju keni. Por në mesin e javës së tretë, shoh që do jeni në festime. Pjesa e personave që mund të mbyllin një histori, do kenë një fillim të ri me një person të shoqërisë tuaj. Ju do dilni, do jeni duke pirë një gotë ose duke pirë diçka dhe aty do jetë një person që do të rriqet shumë nga ju. Dhe ju do ndjeni shumë entuziast në lidhje me këtë. Për pjesën tjetër, mund të keni festime në lidhje me ndryshimet që ju do bëni. Mund të jetë një ndryshim te vendi punës dhe ju do jeni duke festuar, mund të bëni ndryshime në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj dhe ju do ta festoni. Më falni. Ose ju mbyllni një projekt, një bashkëpunim dhe aty do keni surpriza, do keni oferta të reja dhe mund të jetë një person i shoqërisë tuaj që do t'ju ndihmoj. Ju mund të dilni duke pirë diçka dhe aty dikush mund t'ju japi një ide për të bërë diçka ndryshe, për të filluar diçka tjetër. Por në fund të javës duhet keni kujdes se shoh që keni disa tensione, mund të keni dhe kundërshtime mendimesh në lidhje me ndryshimet që ju dëshironi të bëni. Ju ndoshta dëshironi të ndryshoni statusin tuaj. Jeni beqar, dëshironi të futeni në një njohje dhe aty do njihni një person të shoqërisë tuaj, por mund të ketë persona të tjerë që kundërshtojnë, që mund t'ju kundërshtojnë në lidhje me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jenë kundërshtime në lidhje me punën. Ju mund të keni ide të reja, personat e tjerë nuk janë dakord me idetë tuaja, por ju gjithsesi do t'i lini këta persona mbrapa dhe unë shoh që do t'jepni drejtim në lidhje me idetë që ju keni.
Por gjithsesi duhet keni kujdes në lidhje me tensionet, sepse mund të jenë tensionet e vendi punës, mund të jenë tensione ekonomike, mund të jenë tensione në familje, në shtëpi, mund të ketë kundërshime mendimesh më saktë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Gjithsesi dhe java e 3 është një javë shumë e mirë për ju. Atëherë në javën e 4 kemi të bëjmë energjitë shenjave të tokës, që jeni ju vetë, kemi energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh shumë të vendosur, shumë të sigurt brenda vetes tuaj, me shumë vetbesim, si në lidhje me njofit që mund të futeni me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në lidhje me shtëpinë, me anën ekonomike shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash dhe kjo gjë do t'ju japi pak siguri. Ndërsa për pjesën tjetër, kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën tuaj, ku ju do ndiheni shumë të sigurt në lidhje me punën. Do keni më vetbesim ose edhe në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme që ju do keni. Dhe në mesin e javës 4, ju shoh disa prej jush mund të kenë të bëjnë me institucione shtetërore. Mund të keni të bëni me dokumenta të ndryshme, me studime, ose kjo mund të ketë të bëjë me fëmijët tuaj, në lidhje me shtëpinë, me familjen. Ju shoh shumë të prerë në fakt në disa situata, do t'rregojeni pak të ftohtë në lidhje me një dashuri, edhe pse shoh që ndiheni shumë të sigurt, do t'rregojeni pak të ftohtë, por përsëri ju shoh që do ndiheni shumë emocional. Jeni në një pozicion mbretërore, shoh, në fund të javës 4. Ndërsa për një pjesë tjetër, mund të keni të bëni me institucione shtetërore, me shtetin, me dokumenta të ndryshme, me studimet, me çështje të ndryshme ligjore, ku ju ndiheni shumë të sigurt në lidhje me një çështje, me një situatë, dhe unë shoh që deri në fund të javës 4 ju do merrni lajme të mira. Do keni një çlirim shpirtëror, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por shoh një çlirim sepse u shoh shumë të merrni vendime të rëndësishme dhe do t'i merrni bazuar në logjik. Dhe ju shoh shumë të sigurt brenda vetes tuaj në lidhje me vendimet që ju do merrni. Dhe këto vendime do t'ju bëjë që ju të çliroheni. Mund të jenë vendime nga më të ndryshme, që kanë lidhje me fëmijët, me familjen, mund të jenë vendime në lidhje me dokumentat për një pjesë prej jush, ku ju do merrni një lajm të mirë. Në lidhje me studimet, ku shoh përsëri lajme të mira, ndërsa për pjesën e personave që janë beqar, shoh që është një person që do vi drejt jush, është një person që ka emocione në lidhje me ju, por e shoh që ju ndiheni të sigurt me këtë person, por do t'rregojnë dhe pak të prerë në lidhje me një dashuri. Dhe do marrim një mesazh nga angjëjt dhe do shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëre, kemi numrin 3 dhe ju thot, është një periudhë shumë e pasur, po lindin ëndrat tuaja. Përqafoni veten, por edhe ose këto ëndra që ju keni, por edhe të tjerët, edhe personat e tjerë. Atëhere, është një periudhë e pasur në lidhje me dashurinë, edhe nga ana astrologjike, bie që ju do keni njofje, do ndiheni të gëzuar gjatë kësaj periudhe, sepse që të thuash që është një periudhë e pasur, nuk do të thotë vetëm nga ana ekonomike, por do të thotë dhe nga ana shpirtërore. Dhe unë ju shoh që do ndiheni shumë mirë. Do keni ëndra gjatë kësaj periudhe, thjesht përqafoni ëndrat tuaja si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, në lidhje me fëmijët tuaj, nga ana ekonomike, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju do keni. Është një muaj fantastik në lidhje me ju, me lajme të mira, me njofje, ju shoh të gëzuar me festime, por dhe me vendime dhe ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj këtej dhe në vazhdim. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private,
mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit prill ende nuk ka përfunduar. Videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj përsëri të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një mbazitë të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj video. Dëgjojmë te videot e radhës.